Edisona, të përshëndesje mikpriti publiku i Elbasanit këtë operet me artist rumun dhe cili ishte mesazhi kryesor që përcollën artistët në skenë. Të përshëndes Kassandra, ishte një mbrëmje mjaft emocionuese ajo që u mbajt në qendrën e artit Kampa në qytetin e Elbasanit, e cila nga ana tjetër u ndoq me mjaft interes nga publiku ardashës të qytetit të Elbasanit. U interpretuan pjesë të ndryshme të muzikës klasike, jo vetëm të Rumanisë, por gjithashtu edhe shqiptare. Pasi koncerti ishte menduar si një bashkëpunim mes artistëve të teatrit të Bukureshtit në bashkëpunim me artistë shqiptar, të cilët dhuruan mjaft emocione për publikun e Elbasanit, i cili i ndoqi dhe i duar trokiti deri në fund të mbrëmjes. U interpretuan pjesë të ndryshme të muzikës klasike, të cilat ishin kryesisht arje, por gjithashtu nuk munguan edhe duetet dhe padyshim që publiku i Elbasanit tregoi mjaft interes, sidomos për të ndjekur pjesët e interpretuara nga artistët e teatrit të Bukureshtit, të cilët dhuruan emocione me performancat e tyre. Në përfundim të kësaj mbrëmje, e cila u konsiderua si një mini gala për qendrën e artit të Elbasanit, performuesit e Bukureshtit u shprehen mjaft të lumtur dhe të emocionuar që kishin pasur mundësinë të interpretonin në një qytet shqiptar dhe që të pasqyronin tek publiku shqiptar një pjesë të artit të tyre dhe vlerësuan në fakt bashkëpunimin me artistët shqiptar dhe një ndër mesazhet në fakt që u nda edhe mes artistëve ishte vjueshmëria e këtij lloji bashkëpunimi për të shkëmbyer kulturat, jo vetëm sa i takon muzikës, por edhe më gjerë edhe sa i takon shfaqjeve të tjera, të cilat mund të programohen për të vendosur jo vetëm në qytetin e Elbasanit, por në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi marrë disa prej mendimeve të artistëve, por edhe organizuesve të këtij koncerti, të cilët unë juftoj që t'i ndihni. Grup i artistësh nga teatri i Shqipërisë i Bukureshtit me gjininë e operetës na solli edhe këtu në atmosferën e një Elbasani ku s'ka munguar opereta që nga vitet 50 kur kompozitori Baki Kongoli shkryti operetën e njohur Vajza e Portokalleve në qytetin e portokalleve, siç ishte Elbasani. Siç shihni, ka një entuziazëm të madh edhe këtu në skenë, saqë edhe për të bërë këtë intervistë dëgjohet entuziazmi i publikut. Është një gjë shumë e bukur që jeta artistike e Elbasanit përfaqësohet dhe me këtë lloj arti, që do dëshironin ta kishim edhe në Elbasan si një teatr krahas komedisë, krahas dramës, edhe të operetës. Orkestra është, këngëtar ka Elbasani plot, dhe pse jo mund të tentohet edhe të vjetë në skenë dhe një gjini operete. Do t'isha shumë i gëzuar, sigur mbas një viti të vinja këtu për një operet të interpretuar nga artistët e Elbasanit. Ky është urimi që bëj për drejtorinë e këtij teatri, drejtorinë e palotshme të Elbasanit. Mirë, Edisona, ndoqëm kështu edhe intervista që ke kryer, se takon edhe kësaj mbrëmje artistike të zhvilluar në teatrin Skampa në Elbasan. Faleminderit për raportimin e drejt për drejt.